Ka pak ditë ka mbaruar edicioni i tretë i Big Brother VIP Kosova, ku fitues doli Driloni. E pas përfundimit, Xheneta Fetau e kuptoi se gjesti ndodhet në Big Brother VIP Albania, pasi vazhdimisht ajo e kërkonte sa ishte brenda shtëpisë. Ajo tani duke si ka kuptuar të gjitha gjërat, si dhe për raportin e ri që gjesti ka nisur me Egli Takon. Deri para disa ditësh, Xheneta e ndiqte gjestin në Instagram, ndërsa sot e ka larguar nga lista. Nuk dihet nëse ky vendim ka ardhur pas videos që ka qarkuar sot në rrjet, ku përflitet se gjesti dhe Egli ka shkëmbyer pufrin e parë, apo ndoshta Xheneta e kishte ndarë mendjen kohë më parë për ta larguar gjestin nga Instagrami. Si shihet, Xheneta ka vendosur që të lërë të gjitha pas dhe të vazhdojë me jetën dhe angazhimet profesionale. U tha gjithashtu se do të hynte në Big Brother VIP Albania, por dhe kjo gjë nuk ndodhi. Pritet të shihet në vazhdim nëse do të ketë diçka të tillë, ndonse gjesti po vazhdon lojën e të jetë i preferuar i publikut. Për informacion të minutës së fundit, bëni subscribe Zona VIP.